Në cilësinë e kryetarit të Frymës së Re Demokratike për degën Orikum Himar dhe në emër të kryesisë së kësaj dege, Edviol Kulluri në një deklaratë për shtyp dhënë sot për Vlora Channel, i bën apel autoriteteve policore të Vlorës që të marrin masat menjëhershme për të parandaluar shfaqjen e disa fenomeneve të shëmtuara, të cilat po ndodhin në territorin e kësaj dege të Frymës së Re Demokratike. Prej disa ditësh, strukturat e shtetit të cilat do të duhej të kishin si preokupim kryesor ruajtjen e rendit, të qetësisë publike dhe garantimin e të drejtave kushtetuese të individëve dhe organizatave politike, po shkelin brutalisht ligjin dhe vullnetin e shqiptarëve për të ecur përpara, duke ushtruar presion mbi anëtarët dhe më keq akoma mbi drejtuesit e strukturave të Frymës së Re Demokratike në Bashkinë e Orikumit. Drejtuesit e policisë që do të duhej të administronin ruajtjen e rendit në territorin e degës Orikum Himar kanë kryer veprime intimiduese, duke bërë presion tek bizneset e anëtarëve të Frymës së Re Demokratike, duke ndaluar dhe shoqëruar në polici pa asnjë shkak të ligjshëm drejtuesit e strukturave të Frymës së Re Demokratike, duke kërcënuar tërthorazi kohezionin strukturor të kësaj partie në degën Orikum Himar. Për këto shkaqe, kryesia e partisë Fryma e Re Demokratike Orikum Himar i bën thirrje drejtuesve të policisë së shtetit të qarkut Vlorë që të ndërhyjnë për të disiplinuar vartësit e tyre, të cilët po shkelin ligjin dhe po veprojnë më tepër si militant partisë në pushtet dhe si ekzekutues urdhrash të shefave politik, sesa si oficer të ruajtjes së rendit në një shtet demokratik. Fryma e Re Demokratike si organizata politike më përparimtare, më e guximshme, më e vendosur dhe më e qartë në vizionin e saj për zhvillim kombëtar, do të vazhdojë të punojë për të rivendosur të drejtat e mohuara duke risjellë të vërtetat e papëlqyera nga klani në pushtet në veshin e shqiptarëve. Përfundon deklaratën e tij dhënë sot për Vlora Channel kryetari i Frymës së Re Demokratike për degën Orikum Himar, Edviol Kulluri. Cilësinë e kryetarit të Frymës së Re Demokratike për degën Orikum Himar dhe në emër të kryesisë së kësaj dege, po lexoj këtë deklaratë për shtyp me qëllim që të informoj opinionin publik dhe njëkohësisht t'ju bëj thirrje autoriteteve përkatëse që të marrin masa të menjëhershme për të parandaluar shfaqjen e disa fenomeneve të shëmtuara që po ndodhin dhe janë duke ndodhur ende në territorin e kësaj dege të Frymës së Re Demokratike. Prej disa ditësh, ato struktura të shtetit, të cilat do të duhet të kishin si preokupim kryesor ruajtjen e rendit, të qetësisë publike dhe garantimin e të drejtave kushtetuese të individëve dhe organizatave politike, po shkelin brutalisht ligjin dhe vullnetin e shqiptarëve për të ecur përpara, duke ushtruar presion mbi anëtarët dhe më keq akoma mbi drejtuesit e strukturave të Frymës së Re Demokratike në Bashkinë e Orikumit. Drejtuesit e policisë që do të duhet të administronin ruajtjen e rendit në territorin e degës Orikum Himar kanë kryer veprime intimiduese duke bërë presion tek bizneset e anëtarëve të Frymës së Re Demokratike, duke ndaluar dhe shoqëruar në polici pa asnjë shkak të ligjshëm drejtuesit e strukturave të Frymës së Re Demokratike, duke kërcënuar tërthorazi kohezionin strukturor të partisë tonë në degën Orikum Himar. Për këto shkaqe i bëjmë thirrje drejtuesve të policisë për qarkun Vlorë që të ndërhyjnë për të disiplinuar vartësit e tyre, të cilët po shkelin ligjin dhe po veprojnë më tepër si militant të partisë në pushtet dhe si ekzekutues urdhrash të shefave politik, sesa si oficer të ruajtjes së rendit në një shtet demokratik. Historia ka treguar se të gjitha regjimet autokratike, siç po thuajse është bërë regjimi i kësaj qeverie, kur përballen me vullnetin e popujve për ndryshim, tentojnë të shtypin me dhunë veprimtarinë e masave, duke synuar shpërfytyrimin e organizatave politike që mëshirojnë këtë vullnet. Megjithatë, kjo qeveri, ashtu siç e ka bërë zakon, le të përdor dhunën policore për të goditur Frymën e Re Demokratike, por e këshillojmë që ta bëjë këtë gjë tiu dhe jo në territorin e krajinës së Dukatit, sepse sipas mendimit ton e ka nisur nga vendi i gabuar, me njerëzit e gabuar dhe në kohën e gabuar. Fryma e Re Demokratike, si organizata politike më përparimtare, më e guximshme, më e vendosur dhe më e qartë në vizionin e saj për zhvillim kombëtar, do të vazhdojë të punojë për të rivendosur të drejtat e mohuara, duke risjellë të vërtetat e papëlqyera nga klani në pushtet në veshin e shqiptarëve, për shtetin dhe qytetarët.